Shqipëria vijon të nxihet nga mediat ndërkombëtare, teksa Rama ka hyrë në një kurs për plasje me drejtësinë dhe shifrat tregojnë se korrupsioni po rritet, edhe mediat e huaja nuk po kursehen. Washington Examiner ka bërë një artikull mbi situatën në vend ku shprehet se Rama po përdor drejtësinë për të goditur kundërshtarët brenda dhe jashtë partisë. Sipas artikullit, shembujt më të qartë janë Veliaj dhe Ahmetaj. Spaku synonte të reduktonte korrupsionin politik, por u shndërrua në një mjet në duart të korruptuarve. Rama e ka përdorur këtë strukturë për të goditur në mënyrë selektive kundërshtarët politik, duke i përballur me procese gjyqësore, burgim ose duke i detyruar të largohen nga vendi mbi akuza të pabazuara. Mes të prekurve përmenden Berisha, ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj dhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, thekson artikulli. Sipas artikullit, ajo që i bashkon emrat më sipër është fakti se kanë sfiduar konsolidimin e pushtetit nga Rama, kanë kundërshtuar zgjerimin e ekonomisë së drogës dhe kanë ekspozuar skema të dyshimta. Sipas shkrimit, Ahmetaj, për shembull, u akuzua për korrupsion për një kontratë në të cilën nuk kishte asnjë rol dhe nga e cila nuk përfitoi. Autori shprehet më tej se Rama ndjek hapur modelin e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili shndërroi fitoret fillestare elektorale në një sistem të konsoliduar pushteti dhe e përdori pozicionin e tij për të bërë miliarder disa herë. Një person i pranishëm në një nga takimet e tyre ka treguar se Erdogan e këshilloi Ramon se fitoria në zgjedhjet e treta ishte vendimtare, pasi më pas pushteti bëhet i pamundur për të humbur dhe kontrolli i konsoliduar mbi qeverinë mund të dobësoj opozitën dhe të shkatërroj shoqërinë civile.